Faleminderit që jeni në këtë masë dhe që keni prit ka gjatë. Edhe besoj se gjithë keni prit që me pas sot në një zgjedhje, ndoshta edhe ne kemi orë në këtë takim me shpresë, po po shohim se nuk ka shpresë dhe nuk ka në një konsenzus, edhe pse kemi kërkuar që të krijohet një konsenzus, ndërsa partia në pushtet nuk e ka pranuar asnjë ofertë që ne e kemi afruar si parti opozitore. Është çuditshëm se aty ku ju konvenon, edhe që ju ka konvenu lëvizjes vetëvendosje që me një akt gjykim të gjykatës kushtetuese të vitit 2014 që i jepet e drejta për kandidim të kandidatit partisë e cila ka më shumë të deputet, po ju konvenon edhe po e shfrytëzojnë atë drejtën e tyre për këtë kandidat. Po tash në këtë interpretimin tjetër të gjykatës kushtetuese janë mundu me shtrembëru plot pikat të këtij aktgjykimit edhe në fakt mos me pranu asgjë. Edhe periudhën kohore për një muaj që duhet të konstituohet Kuvendi i Kosovës, edhe për shkeljen kushtetuese ndryshimet të formës së votimit, ajo që kom insistuar, sepse partia jonë ka qenë edhe ajo, që kemi dërguar kërkesën në gjykatën kushtetuese dhe në fakt gjykata kushtetuese po të mos kish pas material që o shkel kushtetuese, se kishin pranu fare si lëndë, po e kanë pranu, dhe i kemi kërkuar që nesër të mos vazhdojnë me procedurat e njëjta, sepse nëse deri tash kemi pas edhe kemi konsideru që ka shkelje kushtetuese, prej nesrit, nëse vazhdojnë me praktikat e njëjta, këta po e shkelin qëllimshëm kushtetuten, kem kërku që të mos vazhdohet me votimin e komisionit, sepse nuk ka komision, dhe të kthehet çështja e votimit në votim të hapur, dhe me pas është drejta e tyre, është drejta e lëvizjes vetëvendosje të kandidoj secilin që don, po është drejta e tyre dhe obligimi i tyre që me siguru 61 vota që me kalu dhe me zgjedh kryetarin e kuvendit. Forma dhe mënyra e përzierjes që me pakë më votu kryeparlamentare bashkë me kryetarit e kuvendit nuk ka ndonjë sens, është praktika që s'janë praktikuar dhe që nuk është njëjtë si një nën kryetari i kuvendit me u zgjedh dhe si me u zgjedh kryetari e kuvendit. Këta po insistojnë në këto praktika që janë antilegjore, shkeljet rregullore e kuvendit, nuk janë praktikat e mëhershme dhe në formën e prerë gjykata kushtetuese ka thënë që të votohet ashtu siç kanë qenë praktikat e mëhershme. Ndërsa këta po e përzinë që nuk refuzohet votimi i fsheft, po gjykata kushtetuese e ka saksu në cilat forma munden me u votu në mënyrë të fsheft, ndërsa zgjedhja dhe konstituimi i kuvendit gjithmonë ka ndodhur me vota të hapura. Dhe ne prap po e praktikojmë dhe kemi kërkuar, ndoshta zoti Kurti deri nesër do të reflektoj, nuk do të kërkoj në formimin e komisionit, apo ashtu siç ka kërkuar ta votojmë një herë komisioni, me pas të japim votat me u shpërbëj ai komision, po ne kemi kërkuar që të kaloj. Ashtu siç është propozuar në mënyrë arbitrare të kthehet, sepse ne në fakt nuk kemi komision. S'kemi formimin e komisionit se kjo parti nuk i ka votat. Faleminderit edhe një herë, nëse keni ndonjë pyetje, ju falenderoj që keni gjetë kohë për